që ne si qeveri jemi të qartë për nevojën e vazhdimit të investimeve në sistemin mbrojtës vendit, unë nuk e di fare, sinqerisht, se si i bëhet harbutrisë ekstreme ndaj natyrës që manifestojmë ore qast ne, si popull. Po, troq, ne si popull. Pruvet marrëmendëset plastikës nga lumejt në të raste janë të frikshme, janë të neveritshme, janë kriminale në kuptimin e plot të fjalës. Hedhja rrugëve, shisheve dhe qeseve plastikës të ishte ky vend jo atë dheu yni përbashkë për një kosh plerash në një territor që s'na përket me cilin s'kemi lidhje. Ku do ku na teket, lëshojmë si lopa bajgat, mbeti dhe konsumit ton, është diçka që e mbulon tamam me bajga, flamurin e pavarësisë sonë si shtet. Librin e historisë përpjekjeve tona shekullore si kom për të jetuar në shtetin ton. Fytyrën e secilit prej nesh si njerëz të këtij populli dhe si qytetarë të Europës, që mbajmë emrin shqiptar, të cilin e mbajmë me drejt, me krenari në shumë raste, të cilin e ndjejmë me të drejt si vërtet fjalën kyçe që na bën të ndjehemi krenar kur jemi në stadium, por të cilin e përdhosim emrin shqiptar, duke përdhosur Shqipërinë, duke përdhosur natyrën e Shqipërisë, duke përdhosur fytyrën e Shqipërisë.